Tetova do të jetë një koqire e mbledhjes së radhës së Unionit të Bashkive Shqiptare, ku për herë të parë në këtë qytet të zhvillohet takimi i Këshillit Drejtues dhe Asambleja e Përgjithshme. Lajmin e bëri të ditur zëdhënësi i komunës së Tetovës, Albi Qamili, i cili tha se për komunën e Tetovës kjo është një nder dhe kënaqësi. Në këtë takim pritet të marrin pjesë kryetar komunash nga të gjitha trojet shqiptare, ndërsa në fokus do të jenë projektet e përbashkëta zhvillimore, programet e financimit dhe bashkëpunimet ndërkufitare. Nesër Tetova do të jetë një koqire e Unionit të Bashkive Shqiptare në rajon, ku për herë të parë në Tetovë do të mbahet mbledhja e Këshillit Drejtues dhe Asamblesë Përgjithshme të këtij unionit, ku një koqire do të jetë kryetari Bilal Kasami. Në mbledhjen do të marrin pjesë shumë kryetar komunash nga trojet shqiptare, shumë kryetar bashkish. Në këtë mbledhje do të diskutohen shumë pika të rëndësishme që kanë të bënë me zhvillimin e përbashkët të komunave shqiptare, do të diskutohen programet e ndryshme, programet e financimit të qetësisht projekte ndërkufitare dhe evropiane. Është nder dhe kënaqësi që Tetova të mirëpres këtë union dhe shpresojmë që nga kjo mbledhje të dalin shumë bashkëpunime të rëndësishme mes komunave shqiptare. Pasi të bëhet raportimi i historisë së punës, pritet që të diskutohet për gjysmën e dytë të vitit 2026 për plan projekte dhe ankesat. Temat kyçe do të jenë trashëgimia kulturore dhe turizmi, projektet sociale, zhvillimi ekonomik, infrastruktura dhe pika tjera që pritet të përmirësojnë jetën e banorëve në trojet shqiptare. Në fund pritet që të nxirren konkluzione dhe të bëhet hartimi i rekomandimeve për sekretariatin teknik të Unionit të Bashkive Shqiptare në rajon për vitin 2027. Unioni i themeluar në vitin 2016 shërben si platformë bashkëpunimi mes komunave shqiptare në rajon, duke synuar koordinimin e politikave dhe projekteve të përbashkëta. Në takimet e mëhershme janë diskutuar dhe inicuar projekte konkrete për fshirë krijimin e paketave të përbashkëta turistike, aplikimit të përbashkëta për fondet e Bashkimit Evropian dhe nisma në fushën e digitalizimit dhe zhvillimit lokal. Po ashtu në një nga mbledhjet e mëparshme është hartuar edhe një plan i përbashkët vjetor me projekte në fusha si kultura, turizmi dhe urbanizmi, duke synuar përmirësimin e jetës së qytetarëve në komunat pjesëmarrëse. Autoritetet lokale shprehen se pritshmëritë janë që edhe nga takimi në Tetovë të dalin iniciativa dhe bashkëpunime të reja me rëndësi për zhvillimin e komunave shqiptare në rajon.